Marrja në shqyrtim nga gjykata kushtetuese ankimimit të kryeministrit Rama për pezullimin e zëvendës kryeministres Belinda Balluku ka nxitur reagime të forta nga opozita. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha tha se nuk ka arsye që çështja të shkojë në kushtetuese, pasi kompetencat për pezullimin të anëtarëve të qeverisë është e qartë dhe ndodhet brenda jurisdiksionit të gjykatës së posaçme dhe prokurorisë. Mësohet se gjykata në një presion të tmerrshëm vendosi të shqyrtojë çështjen e përfaqësuar nga avokati i vjedhjeve qeveritare Edvin Kristaq Rama. Berisha akuzoi Ramën dhe Ballukun për shkelje të ligjit dhe keq përdorim të fondeve publike, duke përmendur rastin e Unazës së Madhe, ndërsa akuzoi kryeministrin për mbrojtje politike të zëvendëses së tij. Unaza kushtoi 450 milion euro. Në Unaz u vodhën lirshëm 250 milion euro. Ndaj dhe Unaza e madhe është vjedhja e madhe Rama Balluku. Nuk ka gjë më të turpshme se të shkosh në gjykatë kushtetuese të bësh presione nga më primitivet. Asnjë arsye ligjore pse kjo çështje duhet të shqyrtohej nga gjykata kushtetuese. Në një kohë kur në ligjin evropian dhe ligjin shqiptar, kjo është një kompetencë e qartë si pezullimi është një kompetencë e qartë si kristali. Prokurorisë dhe gjykatës që merren me zyrtar të lartë. Në këtë kontekst, Partia Demokratike ka propozuar disa kandidatë për në krye të institucionit të avokatit të popullit, por Berisha shprehu mosbesim se Partia Socialiste do të respektojë vendimin e saj, duke paralajmëruar se opozita do të monitorojë me kujdes emërimet dhe procedurat. Kemi disa kandidatë, i kemi të listuara, janë të njohura. Njëri prej tyre, zoti Besim Rexhoni, ka qenë në seancë. Kemi realist, domethënë që ai në çdo lloj kodi të rrytarisë parlamentare, ai duhet ishte votuar, por dhe duhet votohet. Pastaj janë kandidatura tjera, të cilat Partia Demokratike i mbështet. Pra ne nuk kemi disa kandidatura. Kjo situatë ka arritur tensione midis mazhorancës dhe opozitës, duke vendosur çështjen Balluku në qendër të debatit politik dhe duke theksuar përplasje politike mbi pavarësinë e institucioneve gjyqësore dhe zbatimit të ligjit në vend.